mjegull, Niko. Edhe tash duke me marrë kontaktin prej Kosovëve mujt me gjeti telefon dikun, edhe nështë kush mundet më përqu, se ish problem në atë ko, mës më përgju telefonat, edhe fiksat në atë ko. Me thonë për me marrë lidhje në Zvicër, edhe me mujt me ditë që ashtu ndodhë në Shqipëri. Edhe se s'dishim kur gjo më shumë. Atëherë e kuptu mas një kohë që Leoni veç ka ra, po tash ish tema tjetër se u flitke që Ramushin ka mundësi me dërzu të forcat serbe. Me thonë në atë kohë, po të falemëndëru familjeve dhe njerëzve që kanë ndihmu në atë kohë edhe për varrimin e Leonit, edhe banorëve të Hasit, Vlanës e tjerëve aty. Dhe me thonë, kanë thonë për gjallë tanin kë nuk dorëzohet të forcat serbe, o fjala për Ramushin. Atëherë kanë marrë përgjithësinë edhe mi varros Leonin, edhe atëherë tutje kem vazhdu, dhe me thonë nuk jem nalë ma, dhe me thonë e kem pas nashta edhe një motiv shtesë për me shty procesin për para mas ramjes Leonit, dhe me thonë kem qyra atëherë bes sa më shumë me mujt me kry punë. Bujar, ti je prej njerëzve kryesor në betejën e Glogjon, që është epopeja e dytë pas Jasharajve. Si ka ndodhur ngjarja se keni rrafem shumë prekse dhe rrënqes, që keni luftu tek ajo shtëpia bashkë me ish kryeministrin Ramush Haradinaj dhe Davut Haradinaj e të tjerë? 24 marsi më konë një ditë pranvere normale, edhe na kem pa fillu paka shumë me fortifikimin e pozicioneve në të shtëpia Ramushit. Se na normal delshim, sidomos punë të mdha e kem kry gjatë natës, edhe gjatë ditës, ma shumë u bëjshim kishe po punojmë dishka ka shtëpia për punë edhe mos më ranë sy. Nashta është dash me dalë me kry edhe temat saktume edhe me dalë të nesrit me pi kafe që me hup një parfor me gjurëm që se më konë na, o fjalla. Edhe ishëm të punu disa pozicione e forcojsh i murin, se mas ramjes e komandantit legjendare dhe Jasharit dhe mas sulmit në Prekaz, ne u përgatitshim edhe sulmin të na. Ne jem konë përgatitur, po të thonë prej, sidomos prej vrasjes Leonit e tutje, na e kem ditë që një ditë do të sulmohem, se ma u zbulu, do me thonë, se shteti serbo se udhva në atë kohë ka ditë, sakt, piken. Edhe mas Prekazit atër e kem ditë që një ditë do të ndodhë edhe në Glogjan. Nashta fatkeqësisht prej rastit që ndodhi, na morëm pak mësim prej Prekazit. Edhe, do me thonë, pika parë kryesore ka qenë largimi i familjeve prej shtëpia, do me thonë familjes tonë, familjes Ramushit. Edhe na kem palon nëse sulmohem një ditë një pikë caktume, nëse na za puna dikun tjetër, për pos shtëpisë, do me thonë nëse është rast sulmi, na i kem pas gati krejt me armë, me çonta, me gjitha i kem pas hazër, se cili ka ditë ku ka të vetën edhe më shku mi marrë dhe me vazhdu tutje. Edhe më shku të pikat caktume. Po të pikat caktume kam rritë shkëllzeni i pari, se neve na sulmun mas pari në shtëpinë Ramushit. Do thonë Dauti është taku me ta, në rrugë, se Dauti e konë deri në fshat, na mendojshim nashta me qitë pozicionet para se më na ndodhë rasti. Po ata na grabitën ma heret, pak e kanë marrë, me siguri i kanë kuptu. Edhe na grabitën ma heret, Dauti është taku me ta ka orë në shtëpi, do me thonë njëj 150 metra për shtëpisë, edhe i kanë bërtit në atë gjuhën e ty në Nalo. Dauti e konë me Rasim Selmona, i ka thonë levjes tisë unë s'nalna. Dauti ka qenë i armatost, faktikisht. Edhe kur o dalë fshat ka qenë i armatost edhe me Kalashnikov. Po i majshim nërë setër kështu puna më s'mu dalu shumë. Po ka unë gjitë në fshat, unë e kom pas shpinë Manelt, edhe shpinë e trullin e vjetër, edhe e kalon pushken e vetë, e kalon të vlau, të hima. Edhe ka u këthyt e poshtë ka rrumi marë. Edhe u med vetëm me revole edhe me 2 bomba. Dauti i ka pas me veti. Edhe kur i ka piskata i tash, ai që ka